Në fshatin Perondi Bashkia Kuçov, fermerja Agim Shyti prej 15 vitesh merret me bujqësi, me fokus kryesor kultivimin në sera. Aktualisht ai ka të mbjella rreth 2 dynym sera me domate Pink Rock, të cilat ndodhen në fazë prodhimi dhe po tregtohen në tregun vendas, si dhe në pikat e grumbullimit. Sot çmimi i domates në tregun e shumicës arrin rreth 100 lekë për kilogram, një vlerë që sipas fermerit shpesh nuk përputhet me kostot dhe mundin e madh të punës në sera. Shyti thekson se prodhimi është bio, realizohet me pjalmim natyral nga bletët, duke garantuar një cilësi të lartë për konsumatorin. Përveç serave, ai merret edhe me rreth 3.5 dynym vreshta rrushi për konsum të brendshëm, duke bashkëpunuar edhe me punishte vere për tregtimin e prodhimit. Këtë vit, vreshtat janë të mbuluar me rrjeta për të mbrojtur nga kushtet e pafavorshme të motit, pavarësisht përkushtimit dhe punës së vazhdueshme. Fermeri nënvizon vështirësitë me të cilat përballet sektori. Ai u bën thirrje institucioneve shtetërore që të kthejnë vëmendjen nga bujqësia si nga shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit, duke rritur kështu mbështetjen dhe subvencionet për fermerët. Për këtë vit asnjë lloj subvencioni, deri vjet diçka pak naft. Unë kam 3 hektar tokë të përgjithshme, kam vreshtarinë, kam mullinj, kam sera. Sfidat janë të shumta, luftojmë për mbijetesë, me mall prodhim bio, me blet, me të gjitha gjërat e kontrolluara. Nëse ju si gazetar doni sot ta merrni mos edhe bëni realizëm ku doni, nëse i nxirrni gjatë këtij prodhimi, siç e shikoni vet, kokra, ne jemi në fillim prodhimit, është mbyll në janar, me shumë sakrifica, me plasmase, me vuajtje, me ju themi na mbështesin agronomët, si të themi kredi pa interes, që shesin prodhimin që blegët se po të jetë për të punuar drejt për drejt, shumica s'dalin dot. A jeni të kënaqur nga çmimi i tregut sot kur ju çoni domaten në? Jo. Shiko, ne na vjen keq se edhe konsumatori jemi vetë një pjesë të kohës. Po të shikojmë, plerat janë rritur maksimum. Nafta e rritur shumë. Një thjesht plej që merresh 25 kg, 60.000 lekë, sot merret 80, merret 90. Çmimi deri diku që mirë tani ka rënë goxha, edhe themi që ndroi këtu, hajde se s'do jetë ndoja ata e madhe, po me çfarë shikojmë ne, me çfarë do Shqipërinë, fjalë shumë shpejt do jetë 400 lekë. Tani shteti do të jetë kontrollori, regulatori, ne s'kemi një bursë, vetëm një pik grumbullimi, sot 700 lekëve të tjetër, sot 100, njëri sot 600, njëri 400, kush ka asgjë. Agronomët që punojnë me fjalën e, vinë gjithmonë në serë. Gjithçka është me fjalë e regjistruar çfarë janë përdorur. Kush të dojë me fjalë, ja u vëm dispozicion, i marrim te agronomët. Unë punoj me një agronom, po bëj 13 vite. Jemi shumë të rregullt, thash, duke parë prodhimin si është, unë për shembull gjithë sipërfaqe mbaj burrë grua vetëm. Të kosh punëtor nuk vjen. Do kishë ndonjë thirrje ju për të rinjt shqiptar? Të mos largohen nga vendi, po duhet politikat punë shumë. Duke mos i ofruar kushte, unë kam djalin tim me fjalë, sot është Tiranë dhe kërkon të hiqë Gjermani.